subjektet interesuara, Këshilli i Ministrave, Presidenti i Republikës së Shqipërisë. Dhe objekt, shfuqizimi i vendimit të Këshillit të Ministrave numër 539 datë 25/9/2025 për shkarkimin nga detyrat të kryetarit të Bashkisë Tiranë, zotit Erjon Veliaj, si i pavajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi gjithashtu të dekretit të Presidentit të Republikës numër 350 datë 1/10/2025 për caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesëshme vendore për kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë Tiranë si i papajtueshëm me paragrafin 2 dhe 3 të nenit 115 të Kushtetutës. Rrezullimi i efekteve juridike të dekretit të Presidentit të Republikës numër 350 datë 1/10/2025 për caktimin e datës zgjedhjeve të pjesëshme vendore për kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë Tiranë në zbatim të efekteve pezulluese që paragrafi 2 dhe 3 i nenit 115 të Kushtetutës si njeh ankimit kushtetues të kryetarit bashkisë ndaj vendimit të Këshillit të Ministrave për shkarkimin deri në marrjen e vendimit nga gjykata kushtetuese. Ju vën ndjeni se kjo seancë transmetohet në live stream. Verifikojmë paraqitjen dhe legitimitetin e palëve në proces, kërkues Erjon Velia përfaqësuar nga Nderuar kryetar, përfaqësuar nga dy avokat, nga Ermal Zyra edhe Alban Tokushi. Faleminderit. Faleminderit juve. Subjekti interesuar, Këshilli i Ministrave përfaqësuar me autorizim nga zoti Eraldion Muzaj, zoti Vangel Dumni dhe Irma Qosja. Faleminderit. Subjekti interesuar, Presidenti i Republikës së Shqipërisë përfaqësuar me autorizim nga zoti Hemion Brau, Ilirian Rusmaili dhe Eriola Shtia. Faleminderit. Bëjmë një përmbledhje të veprimeve dërtanishme. Mbledhja e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese me vendimin e datës 9/10/2025 ka vendosur pezullimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 350 datë 1/10/2025 për caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesëshme vendore për kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë Tiranë. Vendimi ju është komunikuar gjitha palëve në proces me shkres në datën 9/10/2025. Para se të fillojmë seancën, do doja të sjell në vëmendje rregullat e solemnitetit të seancës plenare publike. Gjithmonë me qëllim mbarvajtjen e një procesi të drejtë, të qetë dhe transparent. Së pari, secila nga palët ose përfaqësuesit e tyre kanë të drejtë të marrin fjalën vetëm pasi t'i jepet nga kryesuesi i seancës plenare. Koha do ju tregohet nga punonjësi i gjykatës. Çdo palë ka në dispozicion 30 minuta për paraqitjen e parashtrimeve dhe 10 minuta për paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare. Ky minutazh vlen në të njëjtën mënyrë dhe në rastin kur palët përfaqësohen vetë apo nga një ose më shumë mbrojtës ose përfaqësues. Në raste të tilla kjo kohë do duhet të ndahet ndërmjet tyre. Palët kanë të drejtë të drejtojnë pyetje njëra tjetrës. Në këtë rast, pyetjet, ashtu si dhe parashtrimet, duhet jenë të lidhura ngushtësisht me çështjen objekt shqyrtimi. Çdo parashtrim apo pyetje që del jashtë objektit të shqyrtimit kushtetues, pasi ndërhyrjen e kryesuesit të seancës. Nuk lejohet replika mes palëve. Secila prej tyre është detyruar të ruajë etikën gjatë komunikimit seancë plenare dhe të respektojë solemnitetin e këtij gjykimi. Në çdo rast kundërshtimet e palëve lidhur me parashtrimet apo përgjigjet e palës tjetër nuk bëhen objekt kundërshtimi, pasi siç përmenda më sipër, nuk lejohet replika, por ato mund paraqiten në konkluzionet përfundimtare. Ndalohet përdorimi i telefonave celular gjatë zhvillimit të seancës plenare, por lejohet përdorimi i tabletave ose laptopëve. Vazhdojmë. A keni kërkesa paraprake, kërkuesi? Faleminderit. Përfaqësuesi i Këshillit të Ministrave. Nuk kemi. Presidenti? Po, ne kemi një kërkesë paraprake. Po. Faleminderit. Të nderuar gjyqtar,